Në mbrojtjen kombëtare përgjithësi, në mbrojtjen kombëtare të Kosovës, ulemoja kanë qenë forca morale e lëvizjes, forca që mobilizuese. Ajo ka zgjatë prej 1941 deri në 1944 në nëndor. Nga fillimi i ngritjes së Komitetit Qendror të NDSH-s me Selin në Shkup, hoxhallarët prap kanë kriju atë frontin, falangën kryesore të ndikimit dhe të kërkesave që kombi shqiptar nuk duhet të coptohet, por duhet të çlirohet dhe të bashkohet. Për këtë që hoxhallarët kanë qenë në rend të parë, jo vetëm ideolog, po forcë morale, duhet ta kemi të qartë, ka ndikuar edhe propaganda realisht komuniste, e cila ishte shprehur kundër fesë.